ardhur këtu se policia e shtetit vllai me motor ka bërë një konflikt në lagja 1 Maj Romve. Andej në të dy palët, vllai me motor i shoqëruar në komisariati Fieri. Komisariati Fierit i ka lishuar me arrest me burg si familje 4 veta. Andeja dolën edhe në gjykat këtu, gjyqi mbyllur. Andeja i ka lishuar me arrest me burg 4 veta. Edhe mamën e kalën arrest shtëpie, patën drejt pa një gjë. Pra, janë 4 veta në burg, njëri është në shtëpi, apo jo? 2 veta janë në burg, edhe Vllai i vogël është në shpallë kërkuar. edhe kresora Liliana Muharemi ishte arrest me burg. Djali tjetër ishte në shpallë kërkim. Janë arrest shtëpie si Janë arrest shtëpie si familje, e kanë Edhe ne kërkojmë masakruar. të drejta. Edhe ne Po çaj janë ngelur në burg. kërkojmë ndrejsinë Edhe e shteti aturve. policia nuk na ka respektuar, na ka vonuar në komisariatin e Fierit. Ato që ishën në Ja, se foli bukur atë çupa, foli bukur. Ç'a tha çupa? Dëgjoj çik. Të pandeuri që kanë bërë krimin dhe që na kanë vonuar si familjen, policia e shtetit nuk ka marrë mas për viktima, ka marrë mas për pandeurin që i kanë nxjerr jashtë. Edhe qifte u kapte shtëpi e pandeurit e Sheme Osmani, Kristaqi Osmani dhe Kadri Osmani, Gence Osmani. Pra dhunuesit janë jashtë. Dhunuesit Të janë dhunuarit jashtë. janë futur brenda. Dhe viktimat që jemi dhunuar babaja, Hito Muharemi, Antonio Muharemi, janë futur brenda me Kjo arrest çupa e në ka burg. kapur. Mamaja me Liliana Muharemi ishte me arrest shtëpie, vllai tjetër 16 vjeçë, ishte në shpallë kërkim. Si të pandeuri që na kanë dhunuar neve, kanë dalë jashtë edhe ne si jemi dhunuar në të pandeurit viktimat, kanë ngelur brenda me arrest burg, e si me çfarë lloj Edhe të arsye. gjyqësorat të policisë Ervini edhe Tolja Tolja dhe mori Ervini. lek edhe si drejtori policisë ka marrë 5.000 euro nga Kadri Osmani edhe nga Kristaqi Osmani. Edhe vllai tim drejtori i policisë e ka goditur me pistolet në kokë, ka të qarë që është brenda në burg, se ka ngrënë lek shteti edhe nuk na ka respektuar, në të kundres na kanë dhunuar e na kanë qiduar. Të dy gjyqësorat të policisë na kanë fenduar, ikni që këte në komisariati se u qivarok, na kanë fenduar, nuk na kanë respektuar. Edhe unë ngellët dy me arrest burg, edhe ne kërkojmë drejtsinë tonë. Si të pandeuri ka ishtë kapur kallashi edhe të ne viktimat nuk na marrin mas për viktima, ato marrin mas për pandeurit. Viktima ishim ne që na kanë dhunuar, na kanë bërë pritje rrugën. Unë isha në makinë, babi, mami dhe vllai Antonio ishin për në fshat, jemi nisur që në orën 6 të mëngjesit, jemi nisur për të mbledhur hekrat në Vlorë në fshat, jemi kthyer në orën 2 në fshati. Shikojmë ne Kristaqi bashkë me familjen e vet, na kanë bllokuar rrugicën për të shkuar në shtëpi. Ne si persona që ishim në makinë nuk kemi ndërtuar direkt për në shtëpi, jemi kthyer mbrapa në makinë, kemi ndaluar, kërkuam ndihmë nga policia 129. Dhe kemi them duam ndihmë, është dërhyer policia. Ka parë që Kristaqi bashkë me familjen e vet ka ndërprerë rrugën me leva, me spat me ato. Policia i ka shoqëruar të dy palë në komisariatin e Fierit të policisë. Si ngrihet pastaj Pati oficeri? konflikt u zut me njëri tjetër në ato momente? Jo, e ka shmangur ta. Jo, Se e ikës. shmangur. Ju drejton policisë. Ndërkohë Kristaqi me familjen e vet, që na kanë bllokuar rrugën, ne jemi shmangur mbas dhe kemi telefonuar U policisë. shoqëruat të gjithë Po dy familjet u shoqëruan Po, polici. dy familje janë shoqëruar në polici në komisariatin e Fierit. Edhe se komisariati i Fierit policia nuk ka marrë masa për viktima që na ka dhunuar, ka marrë masa për pandeurin. Që na ka dhunuar të dy gjyqësorat, drejtora. Si ka të drejt polica dhe Ervini shefi dhe Toli oficeri policisë, ka dhunuar mamën time, mua më kanë dhunuar, më kanë hedhur nga shkallat, kanë bërë skam, njëri isha goditur mbas te koka. Vllai time Antonio Muharemi 20 vjeçë e ka dhunuar me pistolet në kokë. Mua më ka dhunuar, më ka përplasur në tokë oficeri policisë Tolja dhe Ervini. Si haspi qela, Kreplaku i Lagjës, ka marrë në qa familjen time që ka ngrën lek në Kristaqi, i pandeuri ka dhënë lekët të haspi qela Kreplaku që Aspi Qela Kreplaku i ka dhënë brenda të Ervini dhe të Tolja oficeri policisë që na kanë fenduar, që na ka lënë prindërit edhe vllajin tim brenda në burg.
Vllai 16 vjeç, Abbas Muharemi ishte në kërkim. Antonio, një dhojnë drejtësi Tito, janë Liliana shpallur. janë arrestuar. Si, ne nuk kemi bërë ndonjë Qiteshi, vrasje. Shemi Ne Osmani. thjesht kemi kërkuar ndihmë na shteti, Si tani neve shteti të na dhunë të na edhe mirë të të ngelemi në mas. burg neve. Një sekond, ne kemi kërkuar ndihmë na policie e Fierit të na mirë të masa. Policia e Fierit nuk na mori mas Edhe për me neve mengë viktima. lore shtëpi. Mori mas për të pandeurit që na kanë dhunuar që u gjetë çiftja brenda të pandeurit. Si na pandeuri asnjë nuk ishte në burg për fajin që kanë bërë. Ne që s'kemi bërë fajin, ne që ishim të dhunuar janë arrestuar katër. Dy janë në burg, një ishte me arrest shpejt dhe një ishte në kërkim. Edhe Tolja, oficeri policisë edhe Erdini, ka thënë do ju bëj më të keqen, do ju bëj Dukuni në të hidhni komisariat fjango të të zip në uqiro. shtëpi. Si O ka të zotri, drejtë? ashtu pse nuk keni të drejtë na pendoni ju dhe keni shteti policie. Keni video të këtij momenti, keni ndonjë material që Po, po. kam. Po, ja ku e Kam keni foto. zotriun Po. këtu, të më ta tregoj Kam vajzën. djalin e Kristaqit Osmani Që që është ka me dhunuar spat. me spat maman time. E ke fotografuar? Po, ja, e kam fotografuar. Prit, ky është djali i Kristaqit Osmani, Genc Osmani, djali i Kristaqit që na ka dhunuar prit, që na doli pritje me spat. Ja mamaja ime Liliana Muharemi që ishte me arrest i shtëpie që e ka dhunuar djali i Kristaqit me spat. E ka dhunuar këtu në Bri. Vast. Po. Si këta të pandeurit nuk janë ngelur prënde dhe viktima ishim ne ishim të dhunuar. Fol gjela. Rregull ti. Tu ishim që erdëm në fshati me makinë. Kjo është makina që kemi bredhur në Vlorë në fshatë, që jemi kthyer që... Kam blokuar banesën ato Kusha edhe nuk kemi blokuar, mundësi të Po, ishim futur të jo, këtu e shtëpia. kemi në shtëpi, po kjo është makina që i vajtim për në Vlorë. Të kuptoj. Që kemi bredhur, që kemi mbledhur hekra edhe u kthejmë në orën 2 në Vlora. Shikojmë ne Krista që me familjen e vet na Kishte doli çifte në pritje. dorë, do të marrë jetën me kallash, do të Edhe në atë qidojnë. moment neve morëm policin që ne 29 dhe na ka shoqëruar Ne në kërkojmë komisariatin drejtsinë e tonë Fije. për pse janë ngelu në burg. U kërkojnë drejtsinë time dhe drejtsinë e familjes time, pse u ngelen në burg që u arrestuan 3 veta, nuk kanë bërë ndonjë vrasje. Ne akoma jemi të goditur. Fieri, ne kërkojmë drejtsinë. Neve na kanë vrarë brenda në komisariatin e Fierit, na kanë dhunuar dhe Na ato kanë policit. penduar, na kanë shanë, nuk na kanë respektuar. Një fëmijë 7 vjeçare vllani i fundit të pleqerisë e kanë hequr zvarr 15. Kush do ta mbaj atë Ne familjen që jemi janë me 4 kërdi, jemi me 4 banga që japim 1 milion në muaj. Sepse na kjo çështja që na ndjekë me këmbës Kristaq Osmani bashkë me familjen e vet. Shkojmë për të bredhur, për të mbledhur kanaqe në Vlorë ai, në Fier ne në Fier ai, Në në Durrës ne në Durrës ai. Ai na torturon bashkë me shtetin ai Akoma na na lishoi torturon. familjen tonë arrest me burg. U fut Ai ai, njeri që është i pandeur të ngelet ai, jo familja jonë që është i u fut viktimë. papa im që s'ka bërë asnjë gjë dhe vlla im, kush do ta sjellë bukën për shtëpinë tonë, do Janë na mbaj merruar komisariati fëmijë pa bukë, Fierit. pa një gjë. Skemi, ai Toli, oficeri policisë na ka dhunuar neve para Kristaqit. Ai